Yes. Hajde mërë Gjindjan, hajde. Erdhën. Hajde. Erdhën. Qarë me? Erdhën. Qarë? Dolën. Kushmër? Dolën. Qa doli mërë jau? Fletet e votimit. Fletet e votimit. Qarë është? Fletet e votimit. Ja. Fletet e votimit. I shekon, të lutem. Ja nga këqëzoja. Jo, pa mirë të lutem. Ka letë që të në mos në të rry. Mos në të rry sot. I ka për këqëzoja, mo. Këqëzoja? Po. Por ti, djallë. Fletet e votimit që ka dhe kështu dhe kështu. Desinformuar opinionin publik. Hajde këte që ty pi kamera. Hajde këte. Je duke desinformuar opinionin publik. Se ajo nuk është flet votimi. Të lutem. Ajo është një qasje e fletës votimit. Ke shoku sa njërë. Republika Shqipërisë. Pa tjetër. Po je gabim në përmasa. Nuk është kjo përmasa se mblyte menç. Nuk është kjo përmasa e fletës votimit. Jo, që e kanë të vjeqme të. Përmasa e fletës votimit Gjindjan. Ka me paka në të lutem? Po? Ka me ec. Ja të ke. Alezet. Dëllari. Hape mirë. Ja të ke. Po pritë se do meremi dhe me këtë punë, do meremi. As nuk vidhet, as fotografohet. Do të me fotografu nga lartë edhe me... Sa e pasan komër... Po pa tjetër bërë. Ore, po janë 500 sa janë me 539 emra pra, që do votojmë nef. Ku i kanë futë, mërë... Morë në mërjazin. Betër se e kam po Kastile, pse e kam po këshu që të mos të... Vidhe dhe fotografohet. Fotografohet. Po falë, që ta fotografosh do të me hypë. Në ka dytë, si e se këm gjërë. Po, do vetëm nga sateliti mund t'i poshtë. Me këm gjërë. Vetëm nga sateliti. Hajde, migo. Hajde, afro këto. Hajde, shiko. Qive thasht. Kjo është fleta e votimit. Që, si pas biseda që pata me këtë Cili Bashin, kretarin e kësaj qa është kjo, do në japi një javë para në shpi, ta studiojmë. Që ta studiojmë në temi... Po dhe të gjejmë kandidatin e preferuar, po kemi. Shiko, pra, këtu mërë plani se më lytët me se më ka ba mu dë njoja do qovim të. Sali Berisha, Sali Berisha. Atere, PD. Ui, sa të vogle i pasan po PD, një sekund. Kjo PD-ja këtu. Janë këto listat e sigurtat mbyllme. Ja, ku e ke Sali Berisha, por se në lytët me që shmet më dhaja këto. Kjo është partia është bës, po emri tu ku e ka. Po s'ka nevoj mërë për... Atere, një sekund, kapi celulap sot je. Tjetër, si urdan. Pra, momenti dita 11 maj. Po jo, i ka pra ne i kanë zjeri mujtë para këto që ti studiojnë njerëzit. Jo për burë, e ka marru vjedhur asi se nuk e kanë dalë akoma. A nuk do i shpërndajnë kështu në pra bonene për kështu që... Jo, mërë Gjindjan, ditën, ti të shkosh në atje. Që qullë mërë, në qëndër votimi. Oke, do të themi ne tu, regjia këtu, ke gishti, bravo. Ta shi, më falj një pyetje në periudhë KQZ-s. Kur është fleta e votimit me këto përmasa, kutit sa janë? Apo me kontenjer? Kutia është... Sa kontenjer? E mave duhet tjetë shumë kutia, pa tjetër. Dhe i futen i numrojnë mrenë, pa i nxerë jashtë. Kanë vuj karrike që pa losë. Kujer, jam mrenë. Sa? Mirë, 32%. Sill një bukë edhe ujë. Të jemi seriosë që të lutem. Pra, ti shkon momentin ke komision, ka jo që quhet qendra e votimit. Jep kartën e identitetit që është kaq, urda, edhe i tjetë një letër. Maje, thot, Maje ka jenon, Maje. Po tavolina... Pra, ti të këto kartën të atë identitetit që është... E voq, këtë... Sa është që e tim gjithë? Po, thot, a i zoti qytetar... Kape nga njëra antari komisionit, kape... Edhe vinë 3 vetë ta sjellin. Vla, ku ta ulim të? Te kutia 1. Po më falë, a i kanë zmadhu dhe... A i kanë zmadhu dhe ta ulim... Do dhoma e fshit. Do futet kjo dhoma e fshit. Qërë dhoma, minon, me këtë fletë votimi është 2+1 e fshit. Vil Dykaçe e fshet. Ku do votosh te Vila Dykaçe e fshet numër 4? Pra, ti e merë ndo... Të lutem se e shumë e rëndësishme... U bona me dhimbje kokë vërë të isho. Një sekundë që. Pra, ti ke ko, diku ke... 25 minuta për të... Ja, për 25 minuta marrim 2016 në gjë. Për pëse me që të bëjmë në të presim, shpetë për 2 minutë duhet votosh partin, kandidatin e këtë të... Por e s'ka mirë, 1.2 minuta ke pas, kërë ke pas fleta 4, një të pas talla. Kjo do 25 minuta për ta lëtru. Por nuk tha njeri, do të morin provim. Gjithë atë që do. Ja, për shumë fjalla bje këtu, më zunë sytë të shisa, hajta gjemë, ja, gëzim kodra. Që ka një kodra këtu, duhet jetë parefisim. Mëse prish fletë e futimit. Oke. Një gëzim kodra, për shumë, këtë do t'je, më thuaj, këtë nga këto emra. Ore, ngullë që gjetën ku dushë për më... Ja, pa të që thotë Arlim Qorri, Kreshnik Osmani,
Endri Hasa, Kea, që është kjo Kea? Koalicioni Euro-Atlantik. Është Luli këtu, po pse? Po Luli. Luli, o Lula. Ku Luli? Luli, shimër i treti, Lulzim Basha. Ku e ke? Ja, pra, ja. Qaquni. Listë hapur dhe i treti. Listë hapur dhe i treti. Dhe i treti, bravo. Pase ka të qartë ai? Edi Rama, pësë? Po. Ku është Edi Rama, i sa ti është? Edi Rama, ku është Edi Rama? Ku është Edi Rama? Apo jo, duke se... Jo, pas kanë fut Edi Rama. Jo, se pas këm futë Edin. Boj vje fletët të votime se ka ru Edin jashë. Jo, shiko. Janë këtu, pra ne pa të them, ja. Këto të voglat, pra këto zullat, do japin lupa... Jo mërja, partia, ti do me vëtu partin, të labie, edhe kryqin këtu. Paf, ore ti, do në qithë shtu ke fletët të japë zë në lyte me. Qumë, ja, pësëja këtu. Nisma Shqipëria bëhet. Ja ku e ke shtatën, Adriatik Lapajnë. E kuptojnë, po të ashti e voto, du Edin, o ku Edi, Toni Gogu, Blendi Gonxhe. Qa domër se më lyte me... Ore, të djerë Edi deputatën kur se më shmene. Po e nëzirë pra është partia që e nëzirë deputet Edi Ramën. Nuk ka nevoj të... Kështu e di unë? Kallon shamoj demokraci. Po pse edha kallon? Jo një sekundë që kallon betën jashtë, se Aseli Berishës është, Aseli Qoris është. As Kresniku, as Elena, as Edmond Stojku, as Dashamir Shej, as Glon Shejaj, Tom Doshi, gjithë të tjerët. E pasan boj që kësi loj mos unë zekë, se e ramë. Pra këti hedhë zatë dhe ku të bje 1, 2, 3... Pra, ti voton partin, fillimër Lumiku, pas që ti shkon dhe voton Gentian Zenela, shkon voton 5-ën. Më tu thafë dore, partin demokratikë. Njishin, voton njishin do. Pastaj, partinë e more, një po do votosh dhe një nga deputetet. Që do kërkosh? Emrin. Si e ka emrin? Vëtëm tu fol ti kalun 4 minuta, ti 2 minutë. Pa shpet e shpet. Ti do votosh e labje, dhe i marrësh me radhë. E them Haga, Ilir Ali Mehmeti, Erisa Bajaziti, Eduardo me radhë, Altin Goxha. 25 minuta që kur kemi fillu. Okej, Besim Kuka, e tjerë, Elton Roshi, Sali Shehu. Po mbyllën në 7 të darkës, apo të imajnë dhe i 2 vjetë? Më pëlqen Jorida, më pëlqen. Ja dhem Joridës. Jorida, më pëlqen. Jorida, okej. Jorida në fakt duhet ishe këte në fjedhin fare, ke këto, këtu të voglat, se këto janë... Këto të mbuthurat. Aty duhet ishte më të keqen, po. Për mua, Jorida kam shumë respekt personalisht. Jorida kemi gjanë. Duhet ishe ke këto të mbuthurat, po... Ja, se kërkove Edi Ramën ti. Ja, është ke këto. Mbuthurat pra të mbuthurat. Të mbuthurat, do, se na autove, ja. Dhe isha pra të mbuthurat. Pa gjitha shuja këto. Vetëm Luli është të hapurat. Vetëm Luli është të pambuthur. Edhe i treti. Edhe i treti. është danoqër plak për them pa i shiko. Ora ato i thanë, lullë të dhërë, a i dha undu në fund, jo i thanë ato për gjemë një treshi. Dhe një të tretin. Pra, ha? Pas lezet. Dhe në fund fare, më falë për të shi si se di, në qofë se ti voton ke lisat e hapra deputetën Jorita Tabaku. Dhe për parti shkon ke partia Alianca Demokratike, Edmond Stojko, ose Lëvizja Adheo. Quhet kjo flet votimi? Pa tjetër që quhet më. Ajo merë votat, shpallë deputete dhe fiton partia që këtë pra nuk ka gabim. Oke. Ma pëlqen fleta votimit, këtë që zëja, bravo. Atere. Unes tavoline, 1+1. Unë nga këto të gjitha, pra, që ke? Ka 70 me 120. Bon, në? Bon më zëj tavolinë shoj familje për 4 vete zë. Në fund fare paloset kjo? Pa. E kuptoni, për të gjitha këto bon ke dhoma e fshet, mi shleruar. Paloset kjo? E fshet. Ke i tavolinë e madhe që kanë vu atje e fshet. Ke një aeroplan bajtëse, është një aeroplan bajtëse atje? Paloset. Po pritë, se vetëm paloset do 2-3 minuta. Po ti the 1 minutë e gjë, unë po dhe 25. Jo. Paloset kjo që ta mori ajo. Gjoja pra atje, kupton? Tashi nuk mund t'jetë vrim më, po do jetë një kanal i modh. Jo, është një shu. Që ti e futën në dora mrena. Edhe, bas, nuk e disa ditësh, do dalin rezultatet. Bas një muaj me këto palosi që do asë, vëdo palosja... Betëm hape, kësaj do heq në gjeti. Nuk e bëm do digitale, as kësaj radhe, Jo digitale. Digitale? Bravo. Prandaj nuk e po do se nuk po e themi do të mirë. Kur ta themi digitale do ta bëjmë. Edhe ja ku e ke lajmin këtu kupton apo jo ti. Marr nga stop të voglan. Zgjedhjet e 11 majit, kjo gjë miraton fletën gjigande të votimit. Për masa 60 me 30 Lumiku. Kutitë e votimit jam kurioz se di sa janë. Sa të mëdha janë kutitë e votimit? Kutitë e votimit duhet të jetë 2.40 me dhënë që këto krevatet. Jo mërë do futit një shkallë mreni, që të zbresja i nga mreni zeri fleta. Me kova, Edhe sa... Me shkop, do e masin me shkop, me kallon.
Edhe sa ka, edhe 2 metra. Qa thu më plek? Kjo me ka long matën në për këtë gropa septike. Imaginoj sa pema shprej vetëm për votimin në Shqipëri. Po gjëna bot. Me kartoni riciklushëm kam përshtypjen. Po mirë, minon të shi për të gjithave. Nuk. Po këtë unë? Po janë shumë emra mërë ty sa i mira, disa janë fut nga kësa e radhe mërë burë. Po si ka mund, si ka i shumë. Pa hap dhe jerë. Por janë fut gjitha to emra mërë burë të shi e kupton? Të gjithë me mundësit barabarta. Roji Bashaj. Që shkë Roji Bashaj? Erion Brak. Një kandidat. Të listat e hapura. Endrit Brahimllari, Klotilda Bushka. Silda Qepe. Eldi Qepelian, pësës këta. Edith Hargji, Arjan Hoxha, Lisander Hoxha. Lisandri isha i matematicini? Nuk e di, janë pëdës këta. Janë pëdës këta, janë lista hapur e pëdës. Vasil Kasneci, Enea Islamaj, të jo Arlin Qori, Lambion Dimitri, Lindita Dibra. Tashi, ne me moshën që kemi, po një gjaxhi aty 85 vjeç që shkon të votoj. Do të ndimojnë, jo, e kam fjallën, të ketë ndimsa që të ndimojnë gjaxhin të aqoj gjithë këtë fletë ke kutia votimi? Pa tjetër, do të... që e kapin, pa tjetër, gjaxhi do i len një orë ko. Në qofë se ne do në len nga 10-15 minuta, gjaxhi do i len një orë. Quna, ma palos një tashi, kape avash, hajde, sile. Vina të gjë. Super. E kuptoni që zjedhe të bërë, apo jo? Shkëllqyshëm. Kthehemi pas pak, qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Moj vajza sa bukur keni të kësyre. Qapkënë, moj qapkënë. Atere, Skënderi, një qytetar që ka probleme pronësie, ku di unë si çfarë tjetër, pronësie të më thënë. Gjaxhi Skënder Arapi. Po. Gjykata e lartë dha një vendim, që sigurisht Gjaxhi Skënderi, me sa kuptoj, nuk ishte dakord me ta. Tha, do ta çojë në kushtetuese. Dhe për këtë arsye pajtoi një avokat që i kishte emrin, më thënë. Naim Gjuta. Naim Gjutën. I dha dhe 500.000 lekë, tha Naimi. E ketë të kryer. E ketë të kryer. E lere të shqip. Dhe sigurisht për të bërë një mos e mbaj më mendjen aty. Nga gjykata e lartë në kushtetuese ka një afat kohor. Brenda 6 muajsh duhet të bësh rekursin, kërkesën, çosh materiale, kapja afatet. Sigurisht që këto afate nuk u kapën dot. Nga prilli i vitit të kaluar jemi në prill të 2025-s. Ka ikur viti dhe Azja, ikën afatën. Kur vajtëm pyetëm avokatin, Vjola Lito pyet avokatin, tha, pa tjetër dhe që jam marrë me këtë punë kështu. Avokati tha, kemi një përgjigje nga kushtetuese që thotë që nuk ka asnjë lloj kërkese nga zonja që ti përfaqëson. Te përvon, afatet ikën. Bravo. Pastaj avokati tha, mirë, pa pastaj tha që pas ka kaluar tha, sa ajo s'msodhin dokumentat, s'msodhin letrat. Po avokati për këtë është që ta drejtojë qytetarin. Për të bërë një apel shumë qytetarë të gjithë avokatërve kudo që ndodhen, këtyre që ndonjëherë kanë këtë mungesën e përgjegjësisë për punën që duhet të shkryen klientët e tyre. Për te lekëve që keni marrë, sado qofshin ato, i keni humbur një mundësi, këtë rast i ka humbur një mundësi ankimimi. E sa raste të tjera, ndash në apela, në kushtetuese, apo të larta, apo këtu në kasacion, apo në administrative. Edhe janë pengesë për qytetarët. Po avokati e pra atë punë aty. Nëse ke ngarkesë, thua, ja, faleminderit, nuk të bëj dot se jam deri këtu. Nuk po bëhemi keq që të them që e bëjnë edhe qëllimisht që të zgjaten këto. Në fakt s'po bëhemi keq, po edhe ndodh. Ndoshta ti do të thuash që ndoshta pala tjetër ka insistuar që mos ankimoj. Jo vetëm ajo, po është kohë më që ti harxhon me këtë avokat që thotë, kam ne një vit mrapa. Një vit mrapa teje. Një vit mrapa teje dhe po kaq lek. Po kur ndiqen proceset. Dijeni pak. Miqtë të Stopit, përshëndetje. Ndodhemi sot në kryeqytet dhe pranë meje ndodhet qytetari Skënder Arapi, i cili është drejtuar në redaksin e emisionit Stop, lidhur me një çështje e cila do të ankimohej nga gjykata e lartë në gjykatën kushtetuese. Çfarë ka ndodhur, zoti Skënder? Po, zoti gazetare, unë jam bashkëshorti i Parije Gjajusës, e cila ka pronën dhe e kam ndjekur të gjitha shkallët e gjyqësorit, si përfundimisht kalum në gjykatën e lartë,
Dhe gjykata e lartë, ku atje morën vendimin në formë shprehje, pastaj shkum tek një avokat që quhet Neim Gjuta, kur komunikuam me atë dhe i thamë që do të kalojmë në gjykatën kushtetuese. Pa eram dakord. I dhatë prokurën e përfaqësimit, avokatit. I dham prokurën, i dham edhe 500.000 lekë të vjetra. Në cilin muaj ndodhi kjo? Në prill 2024, ku aktualisht duke e pyetur vazhdimisht avokatin, duke i thënë që ka mbaruar çështja ose shturtu çështën në gjykatën kushtetuese, ai duke më thënë që ka shumë rrallë. Ku aktualisht unë i interesova vetë në gjykatën kushtetuese, në gjykatën kushtetuese nuk është disponuar as një dosje në emër të Faria Gjahysës. Pra, avokati nuk e ka çuar çështjen në gjykatën kushtetuese. Pra, Pse? avokati se ka çuar në gjykatën kushtetuese, atë mund t'japi vetë llogari, mese ne kërkuam mbështetje nga emisioni Stop, dhe më mirë emisioni Stop, të ngjarje se ne jemi të pashkolluar dhe të paditur. Ju falenderoj emisioni Stop. Bukur. Vajtëm ke avokati, që thot? Thot, po kam bërë zhjo kërkesë për prona që ka zonja, zonja Farie ka emrin, bashortja e qytetarit. Ai gjykata Durrësit nuk ma ka kthyer. Akoma po presim atë, ndërkohë ne kaloja fati gjithçkaja. Vetë gjykata e lartë, në kërkesën që i bëm, ka kthyer përgjigje që shiko, thot. M'fal, gjykata kushtetuese, thot nuk ka asnjë lloj kërkese apo rekurs, ankimim të bërë nga zonja Farie filan Fisteku. Dijeni pak. Gjykata e lartë ka vendosur për çështje në muajin shkurt 2024 dhe në muajin prill 2024 zonja Farie ka pajtuar avokatin Naim Gjuta pikërisht për të ndjekur çështjen në gjykatën kushtetuese. Por dëgjoni nga kjo audio se çfarë arsyetimi nxjerr avokati për sa i përket çështjes së zonjës Farie. Kam boj kërkesë në hipotekën e përgjithshme online, për të marrë pjesë për të përcaktuar se çfarë tokash disponon. Faria edhe ato, a janë të regjistruar në emër të Faries ndonjë pronë dhe sa është sipërfaqja e regjistruar pronës. Gjykata e Sapetit të Durrësit nuk ma ka kthyer, se ka marrë vendimin origjinal, po duhet të shkoj me bazë tek gjykata e Apetit të Tiranës tani që ka ardhur arshiva këtu dhe do ta marrë dhe të kërkoj edhe një herë rishikim të vendimit. Faria si kam detyrim dhe do t'ja bëj. Ato që i kam thënë, do t'ja bëj, se s'bën. Ndërkohë që qytetarët presin që çështja e tyre të ankimohet në gjykatën kushtetuese, avokati ende pret të marrë vendimin e gjykatës së apelit. Duke qenë pa kuptim kjo situatë nga qytetarët, i janë drejtuar gjykatës kushtetuese, ku kjo e fundit ka kthyer përgjigje në muajin mars 2025, se në emër të zonjës Farie Gjahysa nuk rezulton asnjë kërkesë. Pra, afati për ankimimin pas ka kaluar, si do vetë kjo punë? Do filloj nga fillimi dhe jere. Ç'fillimi? Qytetari ngelit mes katër rrugë. Ja, po ndoshta ajo tash ka marrë. Merë vendim formës prerë dhe qytetari. Hajde, Lali, hajde, po ç'na bëre më avokat, ç'na bëre. Dijeni pak. Dhe gjykata kushtetuese ka disa afate. 45 ditë nga marrja njoftim e vendimit të gjykatës së lartë deri në 6 muaj në rast provash të reja. Por nga muaji shkurt 2024 tashmë jemi në mars 2025 dhe avokati përveç se nuk kishte dieni për çështjen, ka penalizuar qytetaren duke djegur çdo afat ankimimi. Zotë Naim, ka ardhur për rastin e zonjës Farie Gjahysa. Po, një detale pak për jashtë. Për çfarë keni marrë të çështjen e zonjës Farie Gjahysa? Se ka marrë për gjykatën kushtetuese. E ka marrë për të rishikuar vendimin. Për të Dhe rishikuar po, vendimin? dhe s'me ka sjell akoma prova të veta. Po sa kohë bë? Çfarë duhet merrë këtë pagesë? Sa kohë bë? Pse duhet bëni këtë punë? Sa kohë bë? 6 muaj, janë një vit gati. Një vit gati. Po. Edhe? Po pse si mi ka sjell Çfarë ndodh me dokumentat? çështjen? Nuk mi ka sjell dokumentat. Ja keni kërkuar ju? Ja kam kërkuar unë gati borit vet. Kur ju s'kishit kontakt? Tani ka mundësi, të lutem. Po çaruam. E kuptoni ju se po merrni qaf kot njerëzit, dilni për jashtë se s'ka gjë. Fare, nuk kot, po vjen kot, pse po vjen? Ka që gjithë në ndodhin shumë raste kështu. Ja zvarriten në përqeshtë, ja po avokati nuk e çon përpara. Edhe qytetarët nuk është se janë të tërë me një gjysmë fakulteti juridik që ti din këto gjëra, dhe prandaj marrin avokat. Shiko, Prandaj e paguajnë. avokati vazhdon insiston që nuk e ka idem fare që gjithçka është mbyllur dhe ka mbaruar. E vëm ne në DNI. Edhe mirë, edhe çara, ja e zgjidhet ju, e zgjidhet ju. Ja më ne nuk e zgjidhet, po ti e bën e lopsh. I tha gazeta, më ku do dalësh, ha? Ku do dalësh? Ja, okay. Shnafe. E pra, okay.
jo, pa zidh një punë, jo. Jo, më ne nuk po zidhin punë, se të kisha artje ne Farie hysa e kishim zidh allaj. Po ti ishe dhe avokat, more dhe legët dhe e le më balë. Dhe kjo është me lytë menç. Pajtosh një avokat për të ndjek një proces gjysor për një ankimim në një shkallë, mbi atë që kalove, jo po shkresa, jo po dokument, jo po i kam thonë unë asaj, jo s'misodhi mua jo. Dhe jeni pak. Që ne kemi të shuar për një gjukat kushtetuese. Atëherë, gjukat kushtetuese nuk mund të shkoj pa marrë rekursi. Edhe, s'kan lidhja ato. S'ka shku në rekurs fare, më t'i zonë, jakë merë vashë. Janë dhe pasaj du kërkojnë nga hipoteka, vendimet të tjera. Po unë kam një vendim të gjukatës së lartë, që se ka pranuar. E du tjetë për shikim, se vendimi gjukatës së lartë nuk pranohet pa bërë rekurs. Rekursi që ka bon, atëherë, rekursi që ka bon, nuk është miratuar, është e drejta e gjykatës mos ta miratoj. Po se ju keni kërkuar vendim gjykatë apeli, ndërkohë që çështja ka qenë gjykatë lartë. Po pra. Prandaj kanë dashur gjykatë kushtetuese ata. A që s'është pranuar në gjykatë lartë? Zonjë, për gjykatën kushtetuese duhet drejtohesh brenda 6 muajve si është procedura dhe nuk është bën ajo punë se s'm kanë sjell vendimin e plot, ose tani e kanë marrë të gjykatës apelit, gjykatës lartë. Nuk i kam marrë dokumentat shkurt, si kam marrë dokumentat, dhe s'ka asnjë problemi, le të vinë të sqarohen me mua se s'ka problem. Një vit nuk e sqaroni dot për ku është çështja. Po si një vit? Po një vit, në prill të kanë marrë ty ata. Po, vazhdo. Po normal s'kam se të vazhdojnë, se se ke çuar ti në gjykatë kushtetuese. Po mirë, më s'ka lejo se kam çuar, çfarë problemi ka? Si çfarë problemi ka o zotri? Si çfarë problemi ka? Se është jashtë afateve tani, tani iku. S'ka asnjë problemi se i kam thënë, shko merr vendimet e të dyja gjykatave dhe më sill. Se ti si avokat nuk e merr dot vendimin e gjykatës. Si kam marrë, kështu e kam thënë me ta. Si lekët e të vazhdoj me ndonjë avokat tjetër. Ja, s'kam problem fare, mos merr me atë punë. Se më vjen çudi si ç'është kjo. O bora o bot, ju zgritë të gjithë problemet të ndaja. Pra, po mos kishin qenë avokat, kjo Viola Lito, avokati do vazhdojse ti thoshe këtyne, ç'kere pa merak fare? Pa lërë dhe kam yllu këtë punë. Ajo që më habit është, avokat, pse nervozohesh më buri dhe otë? Po, Gazetare po të kërkon informacion. Nuk është as fyrje personale, do të thotë që kanë kaluar afatet. Do të thotë që, se ti e the me shumë moderacione, do të thotë që e ke morë më qafë atë. Farije dhe burë në farije që do në të bënde ankimimin. E morë më qafë, ja hoqë gjitha të drejtat kushtetuese brenda afateve që të bënde këtë veprim. S'pas ke pas dokumentin e qarë bërë? A i the që, o Farije, zonja Farije, duhet marrësh këtë dokument në apel, këtë dokument në lartë, këtë dokument në kadastër, këtë dokument në drejtësi, këtë dokument në spital, që të qëmë dosin atje, edhe të marrojmë më punë, si gjo. Faria pritë se po e bo ti pritë se po bo Faria me demek, edhe iko kjo mua bet. Njerëzit janë gjyna. Për një neglijencë tuaj, dashakeqe, apo neglijencë mirëfillësi, umbet një mundësi të jashtëzakonshme, një të drejtën e ti kushtetuese për të ankimuar, apo për të fituar diçka që ja kanë mohuar në 3-4 shkallë. Tani se kthen dot mrapsht. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Ndërsa tani do flasim për një problem teatr. Jemi në, si e ka emër ky katuni këtu i Tiranës? Po, këtu më në... Ku jemi më? Kashar. Në Kashar. Vite, Kashar. Po. Të shi, që thot në njoni këtu, në qarkun e Tiranës, që në Kashar nuk ka ndërtime pa leje, besoj se do t'jetë me problemet shëndetit mendor, ose është i verbër, do më thënë, shikon për nuk kupton. Në Kashar ndërtime pa leje, nuk ka. Nuk ka, a? Tokë më për ndërtime pa leje. Nuk ka më tokë për ndërtime pa leje, se uzu gjithë toka. Me lachke, me plachke të katunarët e Tiranës. Por që ndodhë, pse po e them këta? Sepse, kur qytetari shkon atje për të kërkuar një brez betoni, ose një mur betoni, si mundësi mbajtse e një pjesë e livadhi, ku janë varrezat e 16-17 familjeve, të vjetra sa mëska, atje në Kashar. Për të cilat po kujdeset vetë qytetari. Po, pra, filluar të rëshkasi dhe jo dhe thotë, lutem, duhet bëj një mur betoni që të mbaj, mos se do rëshkasi, do prishen varët, gjëna.
Jo, i thonë, në duhet të në sjellësh letrën që je pronari i Varrezave. Po ç'pun komunë më tha. S'kan Varreza pronar më mik. Po jo pra jo, po ideja. Para punës duhet i bëj komuna që është atje herë, jo po. Pra problemi është këtu që ato është një tokë që e kemi vendosur të tillë, fshaqe që këtë pjesë këtu e 200 vjet përpara. Që kur s'ka pas kadastër fare. Bravo, që këtë pjesë po e lejmë për këto 15 familje për Varreza. Dakord. Pra sot nuk ka pronar, nuk është si Shara apo Tufina që është Bashkia e Tiranës pronare, ku diun çfarë tjetër. Ato janë ndërtu që asa kohë. Ky njësisë administrative të Farkës atje thotë, pra kuptoj. Po me pra bëboje ti. Atje kur kalon rrugës dhe bos kur shep, ato ndërtimet pa leje, pa fund aty më kashar, po edhe i mur betoni atje, se bos se vap mod. Pra në këtë vend është lush menç. Ndërtohen vila, në pallate, shtesa pa fund për ditë pa leje. Kur është gjë kaq. Po pse se kanë bërë kështu fshatin? Orë të ketë një këshill fshatar, që ka qenë dikur më. Këshilli i fshatit që vendosin, po, për të mirën e fshatit do bëhet ky muri për Varrezat. Ç'është më kjo leje, duhet marrësh, ku duhet më marr lejen njerëz, se kuptoj. Duhet më marr në Tiranë, ku? Te Bashkia Qendrore. Jo. Në qeveri më lart. Jo. Ministria e Ekonomisë, ku duhet marr kjo leje? Duhet marr në dynjë. Po jo më se përderisa ky thot nuk i japim ne, kush i jep më? Kush e jep më, na thoni, kush e Pentagoni, kush e jep leje më? Pa ore, shumë kjo punë. Minimalisht urgentian. Kur ti shko të ky zotëria thosh më tu rroshkit toka ke varrë gjinof. I thoshte patjetër ti jap edhe un punëtor, patjetër ti mobilizoj. Ti thoshte kështu. Siç e thot gjithë aty që bëjnë kate shtesë, që bëjnë shtëpia pa leje, që bëjnë mure pa leje, e gjitha leje pa leje madje më kashar thosh. Ai ke bur bojë më pa haj mur betonit do bash pa zot. Ku do Varreza e to e bosë do e boke. Kaq. Bëjnë parimorin këtu, bëjnë vështirin, rregulla. Dijeni hapin e parë. Ne ndodhim ke Varrezat e trungut familjar egrave. Pikërisht ke varret e gjyshit të babës edhe të familjes time të vjetër. Unë kam këtë problem. Po më rrëshket dheu dhe po dalin kockat e prindërve dhe të gjyshrit në sipërfaqe. Desha me bë një brez betoni që për të mbrojt vetëm dheun mos më rrëshkasin nga Varrezat. Kontaktova disa ustallar. Ato më paraqiten që thënë do të marrësh leje, se nuk na lejojnë, neve na arreston policia, sepse e qushin ndërtim pa leje. Kjo mund të jetë varri më i vjetër, mund të jetë 120 vjeçar, 140 vjeçar. Që i përket gjyshit tim. Deri tash janë 29 varre. Bregu aty, kjo ka qenë, shiko, edhe aty po ne kemi hull me shkurrë, e kemi prej shkurrët i kemi hull aty, se ka rreshkit edhe aty. Me të drejtë më fal. Kjo shenja këtu. Këtu ka rrëshkit dheu, se kjo ka qenë një nivel. Ka qenë nivel. Këtu dheu ka rrëshkit. Po kuptojmë që pjesa e tokës nga këtu deri aty ka qenë në një nivel? Një nivel ka qenë. Dhe sa vjen edhe po shkon për poshtë? Sa vjen edhe po rrëshket më poshtë. Keni frikë se shumë shpejt ndoshta nuk e urojmë, por që të rrëshkas komplet? Po patjetër, atë frikë kemi ne, duhet i bëjmë një paraprit. Deri ku ke menduar ta ndërtosh, nëse do kishe mundësi ta ndërtosh atë murin? Nga këtu, edhe deri atje. Sa të lartë ke menduar ta bësh? Ja një metër. Me beton? Me beton, sigurisht. Brez betoni. Toka këtu, sa i takon gjeologjisë së saj, është delikate, siç e shihni, gjatë ditëve të fundit këta gura kanë shkuar për poshtë. Që do me thënë, nga momenti në moment, toka mund të rrëshqasë gjithmonë dhe më tepër, dhe kuptohet që edhe Varrezat janë seriozisht të rrezikuara. Nëse nuk do të bëhet ky brez betoni që kërkon zotëria, atëherë Varrezat do të jenë poshtë në rrugë. Pra ishte zotëria që flet qartë e pasër. Tash i vajtëm ke ana institucion hale. 6 metra me 1 metër. Kaq. Që mos dalin neshta. Jo, po si bëti. 6 metra me 1 metër. Edhe herë. Atje janë bo pishina 12 me 24. Po, ai që ka bo pishinën, e shpinë, e murin. Ai si shko fare në zyrë këti më ja. Jo, ai thjesht e shko ke shtëpia që merr një lek në dorë vlla. Kush do japi lek duke muri ke vorret? Kush do japi lek më? Ja, ky qytetari më e bën me shpenzive, vetëm jepi një leje ta bëjmë. Çfarë leje më se mlytë mend ti prapër? Ka bo faj qytetari që ka dash me mor leje. Me emër boj siç ka bo gjithë kasari pa leje. Tash ke leje ti me boj mur betoni. Them ka bo gabim që ka shku ka pyet. Po pra, me emër boja. Kështu e hongra unë. Kisha i procesin e ka koqa pyta. Don, bo jemi nozin gjithë dënjoja, dhe që pyta unë.
me tregu për në regullave ka... Që qote e-maili kë. I lutëm nëse më lejoni, unë si gjë. Të minon, ka pe bojë dhe gjithë dë njoja. Dijeni pak. Më ke thënë për përkishu paraqite dhe tek drejtoria e madhe, apo jo, ku të është në çfarë? Çfarë të është? Fillimisht u paraqita ke njësia bashkiake Kashar. Ato nuk më orientuan, më thonë, ne nuk e bëjmë dot se se kemi me certifikat pronësie. Po i thash se kam certifikat, se ne kemi lënë si vend Vakufi, thash, ne jemi bërë 17 familje. E gjithë zona e Mëzesit kështu vepron, pra fise? Janë 3-4 fise që veprojnë. Që ruajnë ende të rritë. Po, ende të rritë. Dhe më pas ku trokite? Më pas më thonë ike drejtoria e funerale. Më thonë nuk e ke një inventar, po të kishe një inventar. Nuk është pranë e bashkisë. Nuk është pranë e bashkisë. Po të ishe do ta riparoqim ne. Qytetari na ka thënë se nuk ka pasur një zgjidhje, teksa ai është drejtuar njësisë Kasharit, ku është përcjellë sipas tij, pak në kështu pretendimi. E megjithatë ne do të interesohemi si emision për të kuptuar se si mund të veprohet në të tilla raste. Si banori vjetër, duke i ditë se edhe një dëshpëtësi mund ta kem edhe unë nesër, i varrezat tona, se këto janë rujtë si vende vakufe, i themi ne që nuk është i askujt. Po ligji s'ta lejon, i bie që do të me marri cop një leje për këtë punë. Po dakord parimisht, po është pak absurde në fakt dhe për të ardhur keq, sepse ai s'po kërkon një pronë private, po është një varrezë në fundit. Do bëhet pronari i varrezës nëse do aplikoj? Jo se do bëhet pronari i varrezës, ai thjesht po kërkon për të bënë një rrethim që edhe varret mos dëmtohen, po edhe mos bëhet rrugë kalimi, po të shkohet vetëm për të kujtuar ato njerëz. Po i bie që do të japim zgjidhje shumë shpejt, duke marrë personalisht vetë edhe me bashkinë, se është rasti i parë që na ka ndodhur. Bile, po të gjesh me një hajri në përzyrë të boksur, në asë si mënyrë. Asë si mënyrë. Jo! Jo dhe jo, ka ligje. Ike prapë do lëbojnë më pëhonë. Po, mëra, a i ngullet rasat, mëra. E bon armaturën, mëra, ecë, mëra. Pra, gjithë që banoni sot në Kashar e dini, në njoni që është duke pangë dhe vëmendë, thotë, mrena teje, po pason të lartë, unë e kom bo katin lartë pale, më paguni leke, në ka hik ka ardhë, i më tëja, ka që ka nërdo bashkia, administrator, e drejtë më pëhonë, shpet, këtit që do me boj mur, që në vareza i shkreti, që ka mos e vapë se me majtë mirë atë pjesë, jarë për që thut, për jarë, burë përzi u boga jo, u boga jo, te mrapa ka, e patë fotografin mrapa që ka Kasharin si ka qenë dikur, që që gjithë palejen ato, gjithë proces legalizimi, gjithë për ka ndërtu paleje, e mërë proces legalizimi, këtu do legë, ja, vaja, e pa Kasharin si ka qenë, mos ta bëjmë, që si ka qenë, mos ta fare Kasharin të gjithë, mon mërja. Allah. E kanë shtëngu? Ja, pas të falë më orë, po. E kanë shtëngu. Pare që janë këto fushatat zjedhore, di si e shtërëngojnë apo jo? Këto palatet me ka 7 kate s'po i kontrollojnë do. Ata s'po i kapin do. Pare atë që që është fushatat zjedhore. Di si e shtrëngojnë më tëja e bashkit e rretheve, pa të thejmë të qelin këto 4 shtese për palatet si kërpurda. Pup, njoni, pup tjetëri. Si kokashkat, pup. E në gjithë procesin e legalizimi. Se do bim vota. Hajtë not në mirë. Selam mi bonit katjes. Si e qirat. Triti. Flonza. Onza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.